Fenomeni shkodran Luiz Eli ka pushtuar rrjetet me videon më të magjishme që ka publikuar në profilin e tij Instagram. Shkodrani i zemrës ka përcjell pafund dashuri dhe ëmbëlsi me pamjet që ka publikuar në rrjet duke u shfaqur me bebushen e tij të adhurueshme në prehër duke mbajtur në duar një lodër e cila nxjerr flluska sapuni. Vogëlushja e ëmbël shfaqet në video duke parë me vëmendje flluskat. Luna Mari duket e mahnitur teksa përpiqet të kapë fluskat që fluturojnë rreth saj, duke shkaktuar gëzim dhe lumturi si tek ajo, ashtu edhe tek Luizi i cili është bashkuar ndjesisë apo botës së saj prej fëmije. Ajo duket sikur po përjeton një magji të vërtet dhe buzëqeshja e saj ndërkohë që luan me ato fluskat të jep pafund dashuri dhe emocione të bukura saqë të drithërohet zemra e shpirti. Fenomeni shkodran duket se e ka mahnitur bekimin e tij të vogël të jetës me gjithçka që ka bërë në atë moment me ato fluska. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë këtë moment që Luizi ka publikuar në Instagram duke u dhuruar një copës nga mrekullia që ai po jeton përditë me bebushen e tij Luna Mari. Kjo video ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka ngjallur pafund reagime në rrjet. Duket se shkodrani i zemrës ka ditur se si të vi tek njerëzit që mezi e presin kur ai publikon momente të tilla me princeshën e tij të vogël, e cila tashmë nuk ndahet dot nga babi i saj aq shumë sa po mësohet. Kjo video e cila po bën namin në rrjet duket se rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve. Kushdo që e ka parë nuk ka mundur të mos reagojë dhe të mos e komentojë këtë moment kaq të bukur dhe të veçantë. Pamjet e ëmbla të vogëlushes që luan me fluskat, në nënvështrimin plot dashuri të Luizit, janë një kujtesë e bukur se magjia ekziston në çastet e thjeshta të jetës. Dhe këtë herë, Luizi nuk ka dhuruar thjesht një këngë apo një performancë, por një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që e adhurojnë familjen e tij, por sidomos vogëlushen Luna Mari që ua ka marrë zemrat me ëmbëlsinë e saj të pashtershme. Ndjekësit e Luizit kanë vërshuar me komente pozitive, duke e përgëzuar për dashurinë dhe për kushtimin që tregon ndaj familjes. Shumë prej tyre e kanë vlerësuar këtë moment si një çast të rrallë që tregon bukurinë e marrëdhënies së tij me bebushen dhe duan që ai të postojë më shumë momente të tilla sepse transmetojnë shumë ndjesi të veçanta dhe të bukura.